Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes nga kjo studio, duke uruar një ditë të mbarë dhe të shëndetshme. Theksojmë shpesh fjalën shëndet, sepse nganjëherë edhe harrojmë ta vlerësojmë kur e kemi shëndetin. Theksojmë këtë sepse shëndeti është baza e çdo veprimtarie njerëzore. Nisur nga situata që po kalojmë, informacionet që vinë, numrat të infektuarve, bëjmë të mendojmë se virusi COVID-19 është i pranishëm, është një armik i padukshëm dhe këtu qëndron ndoshta edhe veçantësia dhe lufta më e madhe që secili duhet të bëjë me veten, me të tjerët, natyrisht për të ruajtur ato protokolle sigurie, të cilat tashmë janë vendosur dhe duhet të zbatohen. Por pas një periudhe ku të duket sikur diçka u lehtësua, diçka lëvizi, njerëzit dolën në rrugë, shifrat e të infektuarve përsëri tingëllojnë për një alarm, të cilën secili prej nesh duhet ta ketë në sigurinë e tij. Sot për të folur për mjaft informacione dhe probleme që lindin në të tilla situata, unë kam ftuar doktoresh Dhurata Hysa, shefe e epidemiologjisë. Mirëmëngjes doktoresh, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes Merita. Faleminderit që më ftove. Ndoshta është momenti i duhur për të përcjellur mesazhe. Doktoresh, si fillim kushtet e sigurisë ne këtu në studio i kemi të ruajtura. Le të shpresojmë që të jemi në një farë mënyre në rregull me protokollin, por edhe me atë çfarë kërkohet. Është një kërkesë që më së shumti duhet ndjehet së brendshmi nga të gjithë për të ruajtur veten dhe të tjerët. Absolutisht. Megjithatë, nisur nga një situatë dhe numri i të infektuarve që varion në shifra jo të vogla, mendojmë që është një situatë që duhet vlerësuar. Po t'i hedhim një sy realitetit të infektuarve në Shkodër, çfarë rezulton? Atëherë, situata aktuale në Shkodër me prezencë COVID-19 mund të them që është e qëndrueshme dhe jo alarmante. Vërtet ka një numër të rritur të rasteve të personave të infektuar, të konfirmuar në Institutin e Shëndetit Publik, por që po menaxhohen me një angazhim maksimal nga shërbimi i epidemiologjisë, nga spitali rajonal, nga mjekët e familjes, njëkohësisht edhe nga institucionet e tjera të cilët marrin pjesë në fazat e tjera të izolimit dhe të karantinimit. Rritja ka konsistuar kryesisht 3 javëshin e fundit, pas një qetësie pothuajse absolute, pati një rritje. Pse mendoni? Koncidoj me hapjen. Qytetarët menduan se kaloi virusi, kaloi situata, por në fakt persona të cilët qytetar me aktivitetin e tyre kanë qenë bartës të këtij virusi, por pa shenja klinike. Asimptomatik. Asimptomatik. Ne kemi hetuar pa fund për identifikimin e personave me COVID-19. Shumica e rasteve na kanë konciduar negativ. Por ka persona të tjerë të cilët ne nuk kemi arritur t'i hetojmë për shkak të popullsisë së madhe, për shkak të mos asimptomatisë, mungesës së shenjave klinike. Por që filloi duke u shfaqur përsëri me një klinik të lehtë të disa rasteve. Dhe hetimi epidemiologjik na dërgoi në shfaqjen e rasteve, shtimin e numrit të rasteve. Ne kemi bërë një testim pothuajse të gjerë.
Ka qenë një testim, nuk jemi ndalur sa i përket. Duke mos u ndalur në testimin, sigurisht se sa më shumë që të testosh persona, sigurisht do kesh edhe më shumë raste. Kjo është evidente në rrethin e Shkodrës. Prandaj edhe numri i rasteve ka qenë më i lartë krahasuar me rrethet e tjera. Doktoresh, me sa po shoh, aktiviteti juaj ka të bëjë me dy anë, me hetimin epidemiologjik, i cili është shumë i rëndësishëm, po nga ana tjetër edhe me trajtimin e atyre të smurve që fillimisht testohen dhe deklarohen se kanë një problem të tillë. Le t'i marrim me radhë të dyja, sepse një sinjal si vjen tek ju? Vjen nga kontakti i befasishëm juaj spontan, apo vjen me kërkesën e dikujt që ka një shqetësim? Atëherë si veprojnë qytetarët, në raste të tilla drejtohen tek institucioni jonë. Raste të cilët kanë një klinik, një simptoma, të cilët ne bëjmë vlerësimin nga ana epidemiologjike dhe nga ana klinike. Mund të ketë një klinik shumë të thjeshtë, një këputje, një dhimbje muskulare, një temperaturë subfebrile. Ne e vlerësojmë në dy, bëjmë klasifikimin klinik dhe epidemiologjik. Dhe në shumicën e rasteve ne arrim të vlerësojmë, pa u bë tamponi, ne arrim të vlerësojmë pozitivitetin e tyre. Nëse do të bëjmë 30 tampona, unë do të them kaq na dalin pozitiv. Po, arrim të bëjmë vlerësimin, arrim. Të tjerët nuk e vlerësojmë një temperaturë të lehtë, që ndoshta nuk e masin temperaturën vetë. Po kanë një këputje, po matë temperaturën, do ketë një temperaturë subfebrile, ka raste edhe pa temperaturë, ka raste të humjes së shijes. Pra është një kompleks i simptomave të cilët ne arrim që të identifikojmë rastet. Doktoresh, po temperatura nuk është ndonjë gjë e rrallë në jetën tonë, në vite, në muaj të shkuar, ne të gjithë njerëz jemi dhe një temperaturë mund ta kemi patur nga një shkak ka një tjetër. Pse duhet të jetë pikërisht Covid një temperaturë subfebrile? Jo. Përveç temperaturës, mund të ketë edhe një simptom tjetër, mund të ketë edhe një kontakt me personat e cilat kanë të deklaruar pozitiv, kontakti i kontaktit. Kanë qenë një ambient të cilat ka pas shumë persona. Pra, këto janë të gjitha të dhënat që ne na çojnë në bërjen e tamponit për ta vlerësuar dhe për ta klasifikuar dhe për ta përjashtuar. Tamponi është një analizë e gjerë që ju e bëni apo e nisni diku tjetër? Jo, tamponi janë terrene të cilët i marrim në Institutin e Shëndetit Publik dhe mund të jenë janë nazale dhe orofaringale. Këto nëpërmjet terrenit me tampon ne e dërgojmë në Institutin e Shëndetit Publik në laboratorin e virologjisë ku bëhet ekzaminimi. Sa shpejt është përgjigjja? 8-12 orë. Pra është shpejt. Ju po thoni që njerëzit që kanë një shqetësim ju drejtohen juve. Kjo do thotë nuk drejtohen direkt, mund të kenë një afat kohor 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë, një javë dhe ne ju e cilësoni si fazë fillestare. Në kohë që nuk ka të dhëna të tjera të ndonjë smundje. Bëhet vlerësimi. Nuk është i vështirë të bëhet vlerësimi i një pozitivi nga ana specialistëve të epidemiologjisë. Pra të gjithë këta që njerëz që janë cilësuar të infektuar kanë ardhur vetë tek ju. Nëpërmjet telefonit, ato telefonojnë tek Drejtoria e Shëndetit Publik, mund telefonojnë tek dyerproret tanë, tek Shërbimi i Epidemiologjisë ose në shumicën e rasteve në spitalin rajonal dhe tek mjeku i familjes ose qytetar të thjeshtë të cilët telefonojnë. Ne jemi non-stop. Në këto momente shkoni ju apo si është ky kontakt? Rasti kur telefonojnë qytetarët, ne bëjmë vlerësimin nëpërmjet telefonatës.
Bëjmë vlerësimin me të gjitha të dhënat, klinike, epidemiologjike, familjare, kontaktet, Një anamnezë e përgjithshme. anamnezë e plot e familjes, e fisit, e profesionit, të gjitha të dhënat mblidhen dhe marrim tamponin. Në tilla raste kur ka klinik, ne shkojmë në shtëpi, laborantja e veshur, Patjetër me masa masa mbrojtëse nuk diskutohet, dhe epidemiologu do të shkojë në ambientin familjar. Sigurisht nuk merret në ambientin e mbrëmshëm, sepse mund të ketë ngarkesë virusi, ka një ngarkesë dhe ti mund të infektohesh edhe pse je e mbrojtur, por në ambientin e jashtëm, në një statike, po, merret. Më pas si ndiqen këto, sepse gjendjet mund të jenë të ndryshme, dikush e kalon më lehtë, dikush Në shumicën e rasteve e kalojnë lehtë. Në ditët e para janë simptomatik me simptoma, ndërsa mund të zgjasin 4 ditë. 4 ditë, sigurisht moshat e reja ose moshat e treta të cilat nuk kanë diagnoza kronike. E kalojnë mjaft mirë e kalojnë. Si ndiqen direkt nëse del pozitiv, ne e lidhim me mjekun e familjes, e lidhim me infeksionistin, i cili bën ndjekjen e personit COVID pozitiv. Njëkohësisht ndiqet edhe nga shërbimi epidemiologjisë për simptomat. Me qëllim që ne të bëjmë vlerësimin e afatit e periudhës, të mungesës së simptomave dhe fillimin e ritestimit të personit. Gjithmonë nëpërmjet telefonit apo edhe në kontakte disi më të afërta? Edhe në kontakte, patjetër, edhe në kontakte. Sepse ne jemi të mbrojtur dhe përgjithsisht me çfarë trajtohen? Përgjithsisht i trajton mjeku infeksionist, trajtohen me antipiretik, me antiviral dhe antibiotik. I trajton infeksionisti. Po ushqimi si duhet jetë? Ushqimi duhet jetë kryesisht i pasur me vitamina, me lëngje, me proteina, djath, qumsht, këto janë ushqyerjet. Doktoresh, ju thatë që një ndër aktivitetet tuaja është hetimi epidemiologjik. Çfarë do të thotë kjo? Hetimi epidemiologjik do të thotë të bësh klasifikimin, vlerësimin e një personi nëse ka indikator të cilët të çojnë në pozitivitetin e tij. Hetimi bëhet në grup, epidemiolog, ndihmës epidemiolog, dhe bazuar në të gjitha të dhënat familjare, në të dhënat kontakteve, në të dhënat klinike, në kontaktet farefisnore, në diagnozat. Ky është hetimi i thedhuar dhe gjurmimi i kontakteve të personit. Flitet për një numër testimesh. Mbi ç'baza bëhen këto testime? Kujt i drejtohen? Çfarë target grupi, moshash? Si drejtoheni ju për të bërë testime? Kryesisht ke vlerësojmë ne. Ne vlerësojmë sigurisht ato që kanë simptoma. Ato kanë prioritet. Dhe njëkohësisht personat në risk, siç janë moshat e treta dhe personat me diagnoza, të cilët trajtohen në mënyrë periodike nga ana e mjekut të familjes apo nga specialistët e shtetit, nga specialistët e spitalit rajonal. Pra, target grupi janë moshat e thyme, janë kronikët, njëkohësisht edhe personat të cilët paraqesin simptoma. Sigurisht ata që paraqesin simptoma kanë një ngarkesë më të lartë virale, një imunitet pak më të ulur, pavarësisht se mund të jesh i ri, por imunitetin mund ta kesh pak më të kompromentuar dhe i jep shenjat klinike. Kemi edhe raste të reja me temperatura të lehta, me dhimbje kyçesh, me dhimbje koke, dhimbje muskulare, me koll, me dhimbje gryke.
Këto pak a shumë janë simptomat e Covidit. A mund të jenë target group të këtyre testimeve që ju bëni për shembull komunitete të vogla që punojnë në një grumbullim profesional? Procedura që ne ndjekim protokolli, në fakt protokolli, ne kemi ndjekur protokollin dhe protokolli me qenë se virusi ka qenë i panjohur, protokollet kanë qenë të përditësuara. Ne kemi ndjekur me përpikmëri ato protokolle. Dhe në rast se kemi pasur një pozitiv, po themi një punonjës i një institucioni, na ka rezultuar pozitiv, fillimisht jemi marrë me familjarët. Nëse është domosdoshme të testohen familjarët që kanë diagnoza apo moshë të thyer, janë të riskuar. Ndërkohë jemi marrë edhe me institucionin personat e ngushtë të kontaktit të personit pozitiv. Me personat e ngushtë i kemi testuar dhe në disa raste na kanë dalë pozitiv. Ato persona që na kanë dalë pozitiv, përsëri i kemi vlerësuar, i kemi bërë tamponin për pjesëtarët e familjes së tyre, sepse pjesëtarë në valën e dytë është në mënyrë në formë rrethi, në formë shkalle që bëhet hetimi, sepse ke një punonjës, ai punonjës ka familjar. Familjarët janë me diagnoza. Ky punonjës ka kontakt të ngushtë me një person tjetër. Ai person mund të ketë familjar edhe ai. Pra ndjekim të gjitha ato familje që kanë diagnoza kryesisht. Me sa di keni kyçur edhe institucione, për shembull sigurimet shoqërore. Po, sigurimet shoqërore 2 ditë deri në daljen e rezultateve, është e vërtet, me bashkëpunimin e drejtueses, unë e falenderoj sepse ajo në mënyrë drastike e mylli institucionin, duhet bëj tamponat dhe pastaj të filloj puna. I pat me mundësit për me testu një numër rastes, por nuk është se identifikume shumë raste Covid, por ishte e vleshme për hapjen e komplet të institucionit. A mund të bëhen vullnetarisht, për shembull një person vjen tek ju dhe thotë duhet të bëj tamponin. Është një praktikë kjo? Jo, nuk mund ta bëjnë vullnetarisht pa pasur indikator, nuk mund ta bëjnë tamponin pa pasur indikator ose simptoma apo të dhëna epidemiologjike për bërjen. Vlerësimi dhe klasifikimi bëhet nga shërbimi nga specialistët e shërbimit të epidemiologjisë. Pra duhet të ketë një zile që tingëllon? Patjetër duhet të ketë. Megjithatë, ne kemi pas raste, nëse ka pas ndonjë kontakt, nëse ka pas ndonjë të dhënë dhe personi është shëndosh, po ka problematike në familjarëve, ne sigurisht kemi marrë familjarët për bërjen e tamponit dhe jo personin, sepse asimptomatik nuk e pse e bën tamponin. Ajo çka është zbatimi i protokollit, distanca, çka është e vlefshme. Ne jemi personeli ndoshta më i rrezikuar, më i riskuar i shërbimit të epidemiologjisë, kemi kontakte të shumta të cilët janë, sepse ai tjetri është mjek, infermier kanë rezultuar pozitiv. Shërbimi epidemiologjisë, spitali rajonal, mjek të familjes janë personat më të riskuar për të infektuar nga Covid-19. Rasti i jonë për shembull, ne e kemi zbatuar me përpikmëri protokollin dhe distancat tona kanë qenë vërtet kanë qenë, nuk është se edhe në periudhën që nuk pat me rastet të Covidit, pra ishte një periudhë e gjatë qetësie, ne përsëri kemi majtur distanca dhe kemi majtur edhe masken. Megjithatë, faktikisht edhe në spital ka rezultuar që të jeni infektuar mjek dhe infermier. Pse është një diçka, për shembull, përveç distancimin fizik, siç i thojnë në gjuhën e protokollit, e komunikimit, përveç distancimit fizik, përveç maskit, pra, është distancimi fizik, është maska, njëkohësisht është tepër e rëndësishme edhe lëvizja e ajrit, aerosja e ambientit ku ti qëndron.
Absolutisht, mund të them që është ndër më kryesoret. Dhe Airosja është ndër më kryesoret. Pse? Sepse duke i majtur dritare e dyrë mbyllur, ngarkesa virale rritet. Qarkullimi i ajrit e përmirëson jashtëzakonisht. Dhe nuk ke shanse të infektohesh. Dhe një ndër udhëzime që ne japim tek të konfirmuarit me Covid, me familjarët, është kjo, airosja. Dyre dritare hapur. Doktoresh, prandaj do të them që edhe nëpër spitale, jo se nuk bëhet airosja. Sigurisht janë ambiente pak më të mbyllura, janë ambiente që kanë ngarkesë shumë më të madhe virale dhe pavarësisht edhe janë të veshur, ndodhin. Vështirësia qëndron atë që pas hapjes njerëzit nuk mund të qëndrojnë në vazon e qelçit të karantinimit. Jo. Kështu që kontaktet, lëvizja, tregu, kontaktet e tjera natyrisht e vështirësojnë një problem të tillë. E vështirësojnë, por nuk ndodh asgjë nëse ju keni distancë. Dhe nëse do shkoni në një treg, sigurisht do ta vendosesh masken. Kur afrohesh. Nëse rrin në distancë, nuk ke nevojë me vendos masken. Asgjë nuk ndodh nëse zbatohen këto dy elemente të protokollit. Përmendim me një numër të madh të infektuarish që trajtohen nga shtëpit. Megjithatë, sa shihni të vështirë karantinimin e tyre në kushtet e shtëpive 2+1, 1+1, me të tjerë pjesëtar të familjes, të qëndroshër për rreth 14 ditë, pavarësisht se dritaret janë të hapur dhe shoqëria është verë, po. Është e vështirë, nuk diskutohet. Për ata që izolohen, ata që kanë pozitiv quhen izolim, ndërsa pjesëtarët e tjerë familjarët quhen karantinim. Këto izolohen, është shumë e vështirë izolimi, sepse aq më tepër kur ke ambiente të kufizuara në familje, sepse një dhomë e do rasti pozitiv. Ndërkohë që të tjerët do të qëndrojnë në një ambient, janë më shumë antarë të cilët do të qëndrojnë në një ambient. Por nëse zbatohet protokolli nëpërmjet airosjes, asgjë nuk ndodh. Absolutisht asgjë nuk ndodh. Në fakt, doktoresh, po t'i referohemi rasteve, ka si thua shtresime të problemit, ato që janë lehtë, që e kalojnë asimptomatik, ata që janë të infektuar dhe trajtohen, por dhe ata që janë paksa të agravuar, të cilët ju përgjithsisht i përcjellni në Tiranë, sepse në një intervistë që unë ndoqa para pak ditësh nga Spitali Rajonal i Shkodrës, mjeku i urgjencës bën të thirrje që të mos drejtoheshin në urgjencën e spitalit. Po. Atëherë pikërisht prandaj nëse kemi një rast pozitiv në një familje, unë do të testoj patjetër familjar që kanë diagnoza. Pse i testoj? Sepse ai familjar mua shëndeti precipiton. Dhe mu nuk më pret 24 orë tamponi. Një rast për shembull, a mund të referoheni një rasti, natyrisht pa përmendur emra, sepse nuk na interesojnë emrat. Atëherë po të them një rast. Nusja e shtëpisë doli pozitiv. Dhe tha që ju telefonoj juve. Mjeku i familjes. Ma referoj mjeku i familjes, ka 3 ditë me klinik dhe direkt e telefonova unë dhe tha fillë klasifikova. Nga një intervistë. Po, nga një intervistë e klasifikova që mund të jetë pozitive dhe vërtet doli pozitiv. Jetonte me nanën dhe me fëmijën e saj. Tha, nana, shumë mirë, të lutem mos ja merr tamponin. Masi që doli pozitiv, sepse ne nuk ja bëjmë gjithë familjarëve ditën e parë. Natyrisht. Vetëm ato që kanë klinik. Masi doli pozitiv zonja, atëherë ditën e nesërme unë do të testoja nënën e saj e cila kishte diagnoza. Jo, tha, të lutem, mos ja merr nanë. Po çfarë vështirësie ka të marrësh një tampon? Çfarë gjaku merr? Jo, është tampon në hund dhe në fyt. Është pak i vështirë?
Për të marrë? Është nazale, pak acaruse është pak acaruse. Nazale edhe orofaringeale. Po, nga hunda dhe nga fyti. Nga hunda dhe nga fyti, pa. Është pak acaruse, pastaj nuk do të identifikohet pasi si numër nuk është edhe krejt konfidencial. E kuptoj. Nuk është edhe krejt konfidencial. Jo i thash, nënës duhet t'ja marrim patjetër për shkak diagnoza. Pse du t'ja marr? Sepse nëna mund të me precipitoj shëndeti dhe spitali mu nuk ma pranon pa tampon. Dhe është 24 orëshi, nuk mund të prej, gjendja shëndetësore nuk mund të për shkak të diagnozave serioze që ajo kishte. Dhe këto janë raste të shumta. Rezultoi pozitive. Rezultoi pozitive, ishte shumë mirë, mund të them 5 ditë ishte shumë mirë, pastaj sigurisht përfundojnë në spital. Në Tiranë. Në Tiranë. Pra të gjitha hospitalizimet shkojnë në Tiranë. Ishte direkt, sepse ajo ishte e konfirmuar pozitive dhe hospitalizimi u bë direkt në Tiranë. Në fakt është një numër të hospitalizuarish në Tiranë. Ka raste, Shkodra ka pasur raste të hospitalizuara, por që përqindja ma madhe kanë rezultuar, janë kthyer në shtëpi. Të suksesshëm. Shumë mirë. Ka patur raste exitus? Po, kemi patur edhe raste të tilla, kemi pasur. Ndërkohë, doktoresh, kontakti, marrëdhënia, çdo gjë që zhvillohet në jetën e përditshme natyrisht e vështirëson. Aq më tepër që tashmë në verë fëmijët për shembull nuk mund të qëndrojnë brenda, mbyllur ose të kufizuar. Ato janë më të imunizuarit, siç thoni ju, kanë më fuqi tek imuniteti. Mund të jenë edhe mbartës. Mund të transmetojnë apo jo? Ato lozin bashkë, merren me sporte, me lëvizje. Çfarë problemi qëndron këtu? Ka qenë tema më e diskutueshme, rasti i transmetimit të Covidit nëpërmjet fëmijës, nëpërmjet fëmijëve. Fillimisht u tha që fëmijët transmetojnë Covidin. Vërtet fëmijët janë të imunizuar, por nuk mund të themi, janë bërë shumë studime, por rezultatet kanë qenë sepse fëmia nuk është transmetues i plot 100% i Covid, është transmetues jo i mirë, i pjesshëm i rastit të infeksionit. Jo, nuk mund të themi që fëmijët janë transmetues të Covid-19. Ka raste që ky i mallkuar virus rikthehet, riviziton një që e ka kaluar. Po pra, mund të rikthehet si çdo infeksion tjetër, si rasti i gripit, edhe Covidi rikthehet. Por ajo që ka zgjatur më shumë deri tash, të dhënat tregojnë se ka zgjatur 3 muaj maksimalisht ka zgjatur imuniteti. Ka raste, varet nga individi, varet nga imuniteti, varet nga gjendja shëndetësore që ai ka kalu në rastin e infektimit. Po, është rikthimi. Megjithse le shpresojmë që jeta të vazhdojë me të gjitha shanset, impulsivitetin e saj, aktivitetin më saktësisht, ka pasoja që shënohen në organizëm pasi ke kaluar një virus të tillë. Mendohet që mund të ketë pasoja të papërfillshme për shëndetin, mendohet, por gjërat janë në studime sipër. Doktoresh, bëhet shumë fjalë për mbrojtje, për masa, për maska, për distanca. Si vlerësoni ju këto tek zbatimi që kanë njerëzit? Këtu ka qalu puna të shti, në zbatimin e distancave. Kur u bë hapja, qytetarët nuk e zbatuan. Tashti jeta jonë ka ndryshuar komplet. Ne kështu do të vazhdojmë. Me prezencën ose jo prezencën e Covidit apo të viruseve të tjera, ne duhet jemi koshient që do të majmë distanca.
Apo na që bën ambientet tonat ajrosen, Nëse është e mundshme të rrim jashtë, jo në ambientin e brendshëm kur do kesh vizitor të tjerë. Mund të rish në ambientin e jashtëm nëse është e mundur. Apo në bën paksa më sektar kjo situatë, nuk marrim më pjesë në rastet e njëri tjetrit, rastet që mund të jenë të mira, le të shpresojmë, si dasma ose raste të bukura, por edhe gjëra të tjera të vështira. E mira është kujdesi të minimizohen, por jo të eliminohen. Absolutisht. Sepse nëse zbaton rregulloren, nuk ndodh asgjë. E mira është që ne do të vazhdojmë patjetër që të kemi raste dhe të festojmë, mezi presim. Por që përsëri do të kemi distancen dhe rregulloren që ne duhet. Mesazhi i doktoreshës, jetë aktive, por me distancë. Me distancë. Kështu do të vazhdoj jeta jonë, Le të shpresojmë që ta mundim deri në minimizimin e absolutisht. plot. Jo ta eliminojmë, por sa të kemi mundësi ta minimizojmë, Doktoresh, keni një ditë aktive. Unë po dëgjoja që telefoni juaj bie vazhdimisht dhe ju jeni në orarin e punës që po e filloni këtu në radio për këtë bisedë sqaruese dhe sensibilizuese për opinionin. Besoj se edhe kjo ditë do të ketë treguesit e saj, apo jo? Absolutisht. Vërtet jeta jonë është jo ditën, por edhe nata nuk është e jona. Kemi 3 muaj që jemi me një angazhim maksimal i gjithë shërbimi epidemiologjisë. E sa i përhapur është ky shërbim, sepse Shkodra, le të marrim Shkodrën, është një zonë e hapur, ka 11 njësi administrative, ka fshatra, ka... Shërbimi epidemiologjisë është vetëm në drejtorinë e shtetit publik. Vetëm në drejtorinë e shtetit publik. Vetëm aty janë specialistët, të gjithë sillen aty. Dhe komunikimi është me mjekun e familjes dhe këto raste kanë qenë më tepër në zonën urbane apo dhe në zonat rurale? Në zonën urbane, sigurisht. Aty ku ka popullsi më të madhe, do ketë raste më të shumta. Quhet ndryshe, në këtë fazë që jemi ne, quhet transmetim komunitar. Jetojmë në komunitet me benefitet, por dhe me vështirësitë. Mesazhi juaj në këtë ditë dhe që shpërndahet në të gjithë vijimin ton është? Mesazhi im është që nuk duhet kemi frikë, por duhet jemi vërtet, duhet jemi të kujdesshëm. Ta bëjmë jetën siç e kemi bërë, por pak më të kujdesshëm. Asgjë nuk ndodh. Nëse ne zbatojmë rregulloren, atë çka ne kemi përcjell çdo ditë tek qytetarët nëpërmjet mediave. Kujdes, vetëm kujdes. Kjo është porosia e vazhdueshme e shërbimit shëndetësor, porosia e doktoresh Dhurata Hyses, shefe e shërbimit të epidemiologjisë. Doktoresh, ju kërkojnë, ju falenderoj shumë që ishit sot në studio. Unë shpreh kështu edhe mendimin e dëgjuesve kudo që na ndjekin, duke shpresuar që të bëhemi më optimist dhe më të kujdesshëm njëkohësisht. Më të kujdesshëm, sepse ndryshe nuk funksionon. Duhet ta duam veten, familjen, të mendojmë për vete, për familjen, për njerëzit e dashëm, të mendojmë edhe për Shkodrën tonë. Ne e kemi në dorë. Falenderoj shumë që ishit sot në studio. Uroj një ditë të mbar, të qetë në problematika, por edhe të suksesshme në marrjen e rezultateve. Faleminderit. Faleminderit juve.